Tani, zoti kryetar, kjo nuk ka lidhje me dy interpelancët e tjera që keni refuzuar. Është një interpelancë që kam bërë në datën 14/10/2025. 14/10/2025 me Ministren e Infrastrukturës në atë kohë. Ka lidhje me Thuman Kashar, 1.3 miliard euro, zoti kryetar. Kjo është interpelanca. Tani mund të më thoni pse më mohoni të drejtën e kësaj interpelance? Pse e keni hequr nga kalendari, nga programi punës, pa më njoftuar, pa një përgjigje? Ka mundësi? Sepse nëse nuk marr përgjigje, zoti kryetar, kam të drejtë të besoj që ti nuk e bën dot, nuk të lë Belinda Balluku. Nuk e bën dot. Sepse si është e mundur, sot keni një interpelancë, është ministri infrastrukturës, të mbaroj 3 minutë. Të mbaroj 3 minutë. Asnjë koleg. Të mbaroj 3 minutë. Vazhdoni. Qa nuk mund ta përmend Belindën? Jo, mos paragjykoni kolegët. Mund ta përmend Belindën. Mos etiketoni. Përmendni me respekt mund të përmendni këtë tonin. Sot tonin. keni caktuar një interpelancë me ministrin e infrastrukturës, nuk e kuptoj pse ministri i infrastrukturës nuk vjen të japi përgjigje për Thuman Kashar, por je përgjigje për një kërkesë që është dorëzuar para një muaji. Kjo është bërë që në tetor, zoti kryetar. Tani shpjegoj qytetarëve shqiptar. Nuk mund ta bëni, nuk u lë Belinda Balluku, ajo komandon këtë parlament, apo jeni ju? Keni ju në një pjesë tu, mos meni dhe ju në një pjesë, zoti kryetar. Se tani kam të drejta dyshoj, se nuk ka arsye tjetër pse ju duhet të vini në dispozicion. Faleminderit. Ju lutem ruajini kufijtë e etikës edhe të respektit dhe të ligjit. Nuk keni asnjë të drejtë, keni drejtën tuaj të bëni opozit, si ta gjykoni ju, por ka dhe disa vija të kuqe. Kush jeni ju që mund të shkelni mbi personalitetin e kujtdo? Kush jeni ju që shpallni shkelsin, kriminelin e tjera? Ju lutem, diskutojmë për procedurën, por mos bëni sikur nuk e kuptoni për çfarë po ju them. Ju nuk mund të përmendni asnjë koleg dhe ta akuzoni sepse dilni jashtë kornizës së kodit të sjelljes dhe të rregullores. Jashtë kësaj salle mund të bëni çfarë të doni dhe mbani përgjegjësi për veprimet tuaja personale, qytetare, politike. Brenda kësaj salle jemi të detyruar të respektojmë njëri tjetrin. Po të doni, mund ta them ndryshe, jemi të dënuar të respektojmë njëri tjetrin. Dakord? Kështu që kontrolloni fjalorin dhe mos shpërndani të pavërteta. Sepse dikush këtu në sallë besoi që realisht po ju mohet fjala për interpelancën që lidhet me akshin. Ndërkohë, për transparencë, përgjigja është kthyer 3 muaj para. Jo një, po thuaj 3 muaj para, 19 shkurt të këtij viti. Tani jemi në maj, kam dhe shkresën këtu. Ju lutem kontrolloni fjalorin edhe njëre, kam thënë disa herë. Nuk jeni asgjë më tepër se secili prej nesh këtu. Nuk mund të keni drejta ekskluzive të shpallni kush është gënjeshtari, kush është krimineli, kush është banditi. Ju lutem, qëndroni brenda këtyre vijave të kuqe dhe zhvilloni në hapësirën tuaj opozitare të drejtën tuaj të bëni opozit fort. Mos shkelni dinjitetin askujt. Çdo deputet ka personalitetin e vet, ka dinjitet, ka familje, ka emër, ka mbiemër, ka fëmijë dhe nuk keni ju të drejtë të tregoni me gisht askënd. E nuk e kam fjalën për mua personalisht, por për çdo këtu. Shumë faleminderit. Vijojmë tani me rendën e ditës, interpelancë lidhur me interpelancën, nëse s'keni qenë në sallë, besoj zoti Kapri ju ka informuar, e kemi diskutuar dhe interpelanca për shkak se i adresoi ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres infrastrukturës dhe të energjisë që nuk është sot, ju tham për korektesë formale, riformuloheni shkresën dhe ta trajtojmë në seancë në mënyrë serioze konform rregullores. Nëse zoti Kapri nuk ju ka informuar, është problemi zotit Kapri, po nuk e besoj, se interpelancë urgjente me kryeministrin zoti Edi Rama kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810 të Kushtetutës dhe nenin 97 të rregullores. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me licencimin nga Banka e Shqipërisë të bankës Jet Bank. Lutem, jam në mes të fjalës. Po jo, s'mund të ta jap.
Jam të presja. Kur të shkoj të pika, fillon e drejta juaj. Për përputhshmërinë e procesit të licencimit me legjislacionin shqiptar dhe evropian, si dhe ndikimin e mundshëm të këtij licencimi mbi vlerësimin e Shqipërisë nga